Meren Masa, Ahmet Kalaja reagon për deklaratën e Laert Vasilit, islamofobi e pastër. Ahmet Kalaja ka reaguar në lidhje me deklaratën e banorit të Big Brother People Albania 4, Laert Vasili, pasi ky fundit ka thënë për fjalën Allahu Ekber përdoret për terroristët për prerjen e kokave. Me një postim në rrjetet sociale, Hoxha Ahmet Kalaja i referohet aktorit si islamofob, ndërsa kërkon nga Komisioni kundër diskriminimit të ndërmarrë masa islamofobi e pastër në ditën me diell. Ky e lidh Allahu Ekber, Zoti është më i madhi me terrorizmin. Shpresojmë që Komisioni kundër diskriminimit të ndërmarrë masa, shkruan Ahmet Kalaja. Gjesti dhe Laerti janë përfshirë në debat ditën e sotme, pasi në një moment këngëtari ka përdorur fjalën Allahu Ekber, por aktori i është kthyer kundër duke thënë se e përdorin terroristët për prerjen e kokave. Pse the Allahu Ekber? E di kush thot Allahu Ekber? Ata që presin koka. Çfarë je ti? Terrorist? Për çfarë ke ardhur ti këtu? I është drejtuar aktori gjestit.